para lufte, i kemi pas në shkollë për 1500 nxënësa. Kurse tani i ka 200. Do të thotë ka ra më tepër se 50%. Po fshati jonë është një ndër fshatet më të mëdha në komunën e Opiliqit. Si mas regjistrimit që i kemi bë, janë dikun afër 4000 banor. Po shumica, nuk po them shumica, po një numër i madh i tyre janë jashtë, kanë shoh venin mirë, po i kanë shtëpit këtu. Dhe ne nuk mund të thojmë se janë banorë tonë. Se ata në pushime, në çdo festë, manifestime ndryshme, ata vinë me rrugimtarë që janë tërë Kosovë. Po, mund të themi se është një prej fshatërave i cili nuk është i banueshëm si përpara. Jo. Është i braktisur, pe quajmë kështu kuptimin që nuk janë gjatë vitit që jetojnë këto. Për me këtë mas miri me vërtetua është që para lufte i kemi pas në shkollë për 1500 nxënësa. Për 1500 nxënësa shkolla jonë ka 2-3 paralele dhe nuk mund t'i përfshishim të gjithë. Kurse tani i ka 200. Do të thotë ka ra më tepër se 50%. Është këgja një numër që ka ra? Një numër ka ra numëri nxënësave, se njerëzit kanë mërguar dhe nxënësat kanë shkuar. Po këtu kryesisht banorë cilë kanë mbet ande cilë jetojnë këtu, me çka mirën? Fshatarët merren me punë të ndryshme. Këtu në fshati jonë është fshati Kodrinor Malor, ka tokë të mirë, ka fusha të mira, merren me bujqësi më shumti, ferma ndryshme, me lop, me blet, me gjitha, me misër, gjitha prodhimet bujqësore. Ka që janë në punë, në punë në vende tjera. Mirë po, me shumicë janë banorë që merren këtu me bujqësi. Para se me fillu intervistën tregove se njihet edhe për grurin. Është një zonë është fshati, më them, më i pasur me grur, është toka pjellore, është një tokë e mirë që e bën shumë grurin, misrin, edhe njerëzit më shumë merren me bujqësi. Merren, është goxha e zhvilluar ajo pjesë. Edhe tash edhe ditët e sot me banorë vazhdojnë. Edhe sot kemi fermer shumë të mirë. Kemi fermer të mirë që merren me kultivimin e grurit, misrit. Po përndryshe na përderisa ardhëm këtu pam se ka këgja ndërtime të reja të shtëpive. Fshati është i ndërtuar, tani është fshat mjaft i bukur. I kemi të gjitha, pasam të gjitha, kemi shkollën, kemi xhamin, kemi ambulantën, kemi shtëpinë e kulturës ndërtuame, kemi autobusat që qarkullojnë Durimi Tors, Elberi Tors, çdo orë. I kemi të gjitha. Do thotë nuk na mungojnë asgjë. Kemi mas mirë, kemi ajrin e pastër, tymi i Opiliqit te na nuk mrrin. Këtu në Breznicë njerëzit jetojnë me shumë vite sepse moshknit i kanë të shnosha. Nuk janë në plan të Opiliqit. Edhe janë gjitha kushtet e përshtatshme. Kushtet janë shumë përshtatshme, kushtet për me jetu. Nuk është që të vynë qyteti me dalë në qytet për me kërë. Unë personalisht, unë kom dalë në pension për arsimi, kom punu në arsim 25 vjetë. Keni qenë në këtë vend? Po, në shkollën këtu në Breznicë. Jam banori përhershëm i Breznicës. Jam një familje që rrjedhë për një familje që janë të parë në Breznicë. I pari jonë para 700 vjetë ka ardhë këtu. Në Breznicë, ka në vetëmja familje. Familjet e Hoxhë Breznicës.